Mirëmbrëma të gjithëve, unë jam Juli Krisafi dhe si çdo mbrëmje do të shohim bashkë zhvillimet kryesore të ditës në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Shqipëria është gati të pranojë anëtarësimin në Bashkimin Evropian edhe pa të drejtën e vetos përkohësisht, një propozim që vetë kryeministri Rama i ka ofruar Bashkimit Evropian për anëtarësim të shpejtë dhe gradual. Këtë Rama e përsëriti edhe të martën në Bruksel, duke theksuar se mbetet i qetë pasi Shqipëria ndjek plotësisht politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Media Unionit e Euractiv shkruan se këto propozime për antarë të rinj pa veto përkohësisht po diskutohen në zyrat e Brukselit, ndërsa komisionerja Kos thekson se deri tani nuk ka asnjë ndryshim në metodologjinë e zgjerimit të BE-s. Në Bashkimin Evropian, me çdo kusht, Shqipëria është gati të pranojë anëtarësimin në Bashkimin Evropian edhe nëse nuk do të ketë të drejtën e vetos për një periudhë kohe. Euractiv shkruan se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të martën në Bruksel, gjatë konferencës së 8 ndërqeveritare, e ka bërë të qartë se Shqipëria nuk ka asnjë problem nëse bëhet anëtare pa të drejtë vetoje. Sipas raportimeve, ky propozim i ri nga disa vende të Bashkimit Evropian ka shkuar tashmë në tryezat më të larta të Brukselit që po diskutojnë një plan për të pezulluar të drejtat e vetos për anëtarët e rinj në çështje e politikës së jashtme, të tilla si sanksionet kundër Rusisë dhe vendime të tjera që kërkojnë unanimitet midis shteteve anëtare. Për Ramën, ky nuk është një problem, pasi ai tha se ishte i qetë, pasi Shqipëria ka qenë gjithmonë 100% në përputhje me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Me herët ka qenë vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bashkë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që kanë propozuar integrim gradual, duke përfshirë për një periudhë kohe edhe pa drejt veto, por në këmbim të bëhen pjesë e tregut përbashkët ekonomik evropian dhe zonës Schengen, por ditë e fundit në lojë ka hyrë propozimi i kancelarit gjerman Merz, që vendos në vend të parë Ukrainën për integrimin, si anëtare asociuar, kurse vendet e Ballkanit Perëndimor pas me rol vetëm si vëzhgues. Këto propozime po diskutohen në tryezat e larta të Bashkimit Evropian për të martën. Komisionerja e zgjerimit Marta Kos bëri të qartë se nuk ka asnjë vendim deri tani dhe Unioni po ecën me metodologjinë aktuale për të anëtarësuar Malin e Zi dhe Shqipërinë me të drejta të plota si vende anëtare. Euractiv shton se çdo veprim për të kufizuar të drejtat e votës do duhet të jetë i hartuar me kujdes dhe i përkohshëm, sepse dispozitat e Traktatit Bashkimit Evropian mbi anëtarësimin garantojnë trajtim të barabartë. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë për Bashkimin Evropian, bazuar në precedentet e mëparshëm. Pranimi gradual i shteteve të reja anëtare nuk do të përbënte problem ligjor. Vendet e reja të Bashkimit Evropian, kryesisht nga vendet më të varfra, qendrore dhe lindore, u përballën me kufizime kalimtare pas anëtarësimit në lirinë e lëvizjes pas të gjitha zgjerimeve të Bashkimit Evropian nga viti 2004 e tutje. Një ditë pas konferencës ndërqeveritare mes Tiranës dhe Bashkimit Evropian, komisionerja Marta Kos thotë se Shqipëria ka hedhur një hap të madh dhe të rëndësishëm drejt anëtarësimit, nisjen e mbylljes së negociatave. Optimizmit se Shqipëria do të vazhdojë të ecë shpejt në këtë rrugë me synim integrimi në vitin 2030 i bashkohet edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, ndërsa qeveria shqiptare garanton se Shqipërinë të gjitha rrugët e çojnë në Bruksel. Do you accept to marry him? Yes, I do. Yes, I do. Do you accept to marry her? Yes, I do. Okay. Kiss each other. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian i thon po njëra tjetrës. Optimizëm dhe entuziazëm pas konferencës së 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos e konsideron hap të madh për Tiranën, ndërsa shton se nga ky moment fillon faza më e vështirë, përgatitja e Shqipërisë për t'u anëtarësuar në BE. Një hap i madh përpara për Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ky është një moment i rëndësishëm, pasi i lejon Shqipërisë të fillojë mbylljen e kapitujve të negociatave. Tani fillon faza më e vështirë e negociatave, përgatitja për t'u bashkuar me Bashkim dhe ndërtimi i mëtejshëm i besimit me shtetet anëtare. Suksesi është përshëndetur edhe nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Theksohet përcaktimi i piketave përmbyllëse për kapitullin deciziv, ai që hap dhe mbyll negociatat, drejtësia dhe siguria. BE-ja dhe Shqipëria arrin një moment rëndësishëm në negociatat e anëtarësimit me përcaktimin e kritereve përmbyllëse për grup kapitullin 1, themeloret. Ky grup kapitull përfshin tema si funksionimi i institucioneve demokratike dhe reforma në administratën publike, si dhe kriteret ekonomike. Kurse ministri i jashtëm Ferit Hoxha po paralajmëron ndryshimin e mirë si për Shqipërinë dhe Europën dhe puna për objektivin historik nuk ndalet. Muri i zgjerimit, ndryshimi po vjen, nuk do të ndalemi derisa puna të përfundojë, sepse për Shqipërinë kjo është rruga jonë drejt së ardhmës sonë dhe të gjitha rrugët të çojnë në Bruksel.
ndërsa reagimet e ambasadorëve gjerman dhe holandez në Tiranë ishin më realiste. Respektimi i pavarësisë së drejtësisë dhe lufta pa pengesa e korrupsionit edhe në raste të nivelit të lartë janë kushte të panegociueshme për progresin e Shqipërisë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Këtu bën pjesë edhe fakti që vendimarrjet lidhur me heqjen e imunitetit duhet të jenë në armoni me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Ndoshta një kujtesë se rruga drejt Europës është me 2 dimensione dhe në fund fare vendosin ata dhe jo shqiptarët. Njeri u plagos në zonën e Ish Kino Studios në Tiranë gjatë një konflikti të çastit. Eugene Hamayezi është qelluar me armë në këmbë, por nuk i ka treguar hetuesve autorin. 34 vjeçari dhe i vllai i tij janë plagosur 8 vite më parë në një atentat nga Santiago Malco. 8 vjet pas një atentati ku plumbat e Santiago Malco si lanë të plagosur, Eugene Hamayezi qollohet sërish me armë. Ngjarja ndodhi gjatë mbrëmjes të së martës në rrugën Aleksandër Mojsiu. Paraprakisht dyshohet se shkakti jetë bërë një konflikt çasti që përfundoi me përdorimin e armës së zjarrit. Eugene Hamayezi u qellua me një plumb në këmbë. Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa nuk është treguar bashkëpunues me grupin hetimor për të ndihmuar në identifikimin e autorit të ngjarjes, i cili vijon të jetë i lirë. 34 vjeçari është një emër i njohur për uniformat blu. Vitin 2018 ai mbeti i plagosur pasi u qellua me armë zjarri nga ish efektivi Santiago Malco dhe Rikers Mihasi, të dy pjesë e grupit të Ervis Martinajt në një lokal në zonën e Kino Studios. Në këtë ngjarje mbetën të plagosur edhe vëllai i 34 vjeçarit, Rivelino Hamayezi dhe Ibrahim Durdollari. Ngjarja asaj kohe u dyshua për prishje pazarësh, ndërsa pas saj dolën në skenë edhe vëllezërit Leonard dhe Erlis Duka, pasi ata njiheshin për miqësinë me të plagosurit. Eugene Hamayezi gjithashtu rezulton të jetë arrestuar dhe në qershor të vitit 2021, po nga efektivet e komisariatit numër 4, i dyshuar për trafik klandestinësh. Gjatë arrestimit atij u gjet edhe një kartë identiteti franceze false. Një efektiv i Gardës së Republikës u vetë vranë banesën e tij në Tiranë. 42 vjeçari qelloi veten me armën e shërbimit në kushte të rënduara psikologjike të shkaktuara nga një problem shëndetësor i një prej fëmijëve të tij. Një ngjarje rënd ka tronditur kryeqytetin mëngjesin e së mërkurës kur një shtënarme u dëgjua nga banorët e rrugës së Dibrës, të cilët menjëherë kanë lajmëruar shërbimet e policisë. Rreth orës 7:05 minuta, Albert Gadica, 42 vjeç, punonjës i Gardës së Republikës, ka ndërmarrë një akt të rënd duke i dhënë fund jetës së tij me armën e shërbimit. Blut e Tiranës pasi shkuan në vendin e ngjarjes, konstatuan pa shenja jete 42 vjeçarin i cili nuk pati as mundësinë të shkojë në spital sepse plumbi i shkrepur nga dora e tij me armën e shërbimit i mori jetën me njëherë në banesë. Në momentin e ngjarjes, sipas burimeve për ABC News, në shtëpi kanë qenë fëmijët dhe bashkëshortja e Gadicës, të cilët janë gjendur të tronditur nga ngjarja. Në deklaratat e marra familjarëve, të cilat ishin të vështira nga oficerët e policisë gjyqësore, pranë komisariatit numër 4 në kryeqytet, dyshohet se shkak për aktin e rënd që mori 42 vjeçari, ka qenë gjendja shëndetësore e rënduar e një prej fëmijëve të tij dhe vështirësitë ekonomike që po përballej për ta kuruar. Policia ka marrë në pyetje edhe disa prej kolegëve të 42 vjeçarit, pranë Gardës së Republikës, të cilët janë shprehur se e kishin parë Gadicën në gjendje jo të mirë prej disa kohësh dhe më i mbyllur në sjelljen e tij. Disa prej tyre kanë konstatuar se 42 vjeçari kishte edhe probleme me ankthin dhe depresionin, por e përbashkëta e të gjitha deklaratave e kolegëve por dhe e familjarëve të grumbulluara nga policia ishte se askush nuk mendonte se 42 vjeçari do arrinte të merrte këtë akt ekstrem për t'i dhënë fund jetës së tij. Ngjarja tragjike u regjistruar rreth orës 7:05 minuta pranë rrugës së Dibrës në Tiranë mëngjesin e së mërkurës. Gjykata e lartë konfirmoi dënimet për Emiliano Shullazin dhe grupin e tij të akuzuar për gjobvënie dhe grup të strukturuar kriminal. Gjykata e apelit kishte vendosur në total 55 vite burg për 5 të akuzuar. Shullazi është dënuar me 14 vite burg për këtë dosje, ndërsa është në qeli edhe për 2 çështje të tjera, vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut dhe operacionin Revanshi. Vendimi i formës së parë për Emiliano Shullazin dhe për disa anëtar të tjerë të grupit të tij u rikonfirmua nga gjykata e lartë. Shkalla e tretë e gjyqësorit, pasi mori në shqyrtim rekursin e paraqitur nga palët, të cilët kërkonin prishje të vendimit dhënë nga apeli GJKO, vendosën mospranimin e saj, duke lënë në fuqi dënimin me 55 vite burg për 5 të akuzuarit. Emiliano Shullazi u dënua me 14 vite burg nga apeli i posaçëm për disa akuza të rënda që nga gjobvënia, kanosja për shkak të detyrës, shkatrimi i pronës me eksploziv e deri tek grupi strukturuar kriminal. Në të njëjtat episode u përfshin edhe Endrit Qyqja dhe Endrit Zela që u dënuan me nga 10 vite, si edhe Blerim Shullazi i cili u dënua me 9 vjet burg.
Për Gilmando Danin, i cili ishte dënuar me 12 vite burg, treshja penale e përbërë nga Ilir Panda, Genti Shala dhe Anton Dimitri vendosën mospranim të rekursit pasi ai i ka ndruar jetë. Dani ashtu si gjithë të akuzuarit të tjerë, përveç Emiliano Shullazit, ishte liruar dhe u ekzekutuan një atentat mafioz në nëntorin e vitit 2025 në rreth rrotullimin e Rinasit bashkë me mikun e tij, agentin e AMP Mustafa Sheqeri. Ndërkohë, Emiliano Shullazi mbahet në qeli edhe për 2 dosje të tjera të SPAK. Operacionin Asgjë nuk harrohet, lidhur me vrasjet e vitit 2005 të Vajdin Lames dhe Klodian Saliut, dhe operacionin Revanshe, ku për të është kërkuar dënimi me 10 vite burg me gjykim të shkurtuar për sigurim kushtesh për të kryer vrasje e grup kriminal. Gjykata e lartë do të vendosë në 11 qershor për rekursin e bashkiakut të Rogozhinës Edison Memolla. Ai është dënuar me 1 vit burg nga apeli posaçëm pasi u shpall fajtor për ushtrim ndikimit të paligjshëm tek një punonjës i OSHE-s. Gjykata e lartë do të shqyrtojë me 11 qershor rekursin e kryetarit të bashkisë Rogozhinë Edison Memolla, i cili kërkon prishjen e vendimit të apelit të posaçëm që e la në burg për 1 vit. Relatori i kësaj dosje është caktuar gjyqtari Genti Shala, i cili pas shqyrtimit me 11 qershor pritet të dalë me vendim mbi rekursin. Memolla, i cili aktualisht ndodhet në burgun e Rogozhinës, u gjet fajtor nga 2 gjykata për korrupsion në zgjedhje. Pas shpalljes së vendimit nga gjykata e posaçme apelit më 9 shkurt, Memolla u vedorzua në polici dhe më pas u transferua në burgun e Rogozhinës. Hetimet për të nisën pas publikimit të një audio përgjimi ku dëgjohet Edison Memolla, në atë kohë kandidat për kryetar bashkie në Rogozhinë, teksa ndikon tek një punonjës i OSHE-s për të mos i ndërprerë energjinë elektrike një abonenti debitor. Sipas hetimeve të prokurorisë, e gjithë kjo bëi me qëllim që qytetarit të votonte në favor të Memollës në zgjedhjet e pjesme lokale më 6 mars të vitit 2022. Muslimanët festojnë sot Kurban Bajramin, një nga 2 ditët më të rëndësishme në kalendarin e tyre fetar. Në Tiranë, mira besimtar falën namazin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, uroi të gjithë besimtarët duke bërë thirrje për solidaritet dhe mirësi ndaj njëri tjetrit. Mijëra besimtar musliman në të gjithë vendin festuan sot Kurban Bajramin. Një nga festat më të rëndësishme të besimit islam, kjo fest simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe përkushtimin ndaj Zotit. Që në orët e para të mëngjesit, besimtarët u mblodhën në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku fal namazi Kurban Bajramit. Ceremonia u drejtua nga kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, i cili krahas urimeve për besimtarët në fjalën e tij theksoi rëndësinë e bashkimit dhe ndihmës ndaj familjeve në nevojë, duke cilësuar Kurban Bajramin si një ditë reflektimi dhe humanizmi. Sot është një ditë e madhe dhe e bekuar, një ditë drite, mëshire dhe afrimi me Zotin krijuesin e gjithësisë. Është dita e Kurban Bajramit, dita kur zemra e besimtarit mbushet me falënderim, reflektim dhe dashuri për Zotin. Sot, kur familjet tona mblidhen rreth sofrës së Bajramit, të mos harrojmë ata që nuk kanë një sofër të plot. Vlera e kësaj feste nuk matet me atë që kemi në tryezë, por me atë që kemi në zemër. Besimtarët pas ceremonisë së faljes uruan njëri tjetrin për më shumë paqe, dashuri dhe begati në familjet shqiptare. Gëzuar të gjithë në familjet e tyre, qofshin gëzuar, të lumtur, Zoti i shtoft begatinë e gjithë mirat, shëndet të gjithëve. Forconi dashurinë për njëri tjetrin, respektin për njëri tjetrin. Mos harroni familjen, forconi familjen. Gëzuar Kurban Bajramin. Gëzuar Kurban Bajramin. Kjo fest simbolizon ditën e sakrificës, ku profeti Ibrahim në vend që të ktherte djalin e vet, Zoti i solli një kafsh nga lart dhe që uroi që paqja të mbizotrojë në gjithë botën. Gëzuar për të gjithë ju e të gjithë shqiptarët. Në traditën e kësaj feste, familjet mblidhen në drekën e Kurban Bajramit, ku pjesë e tryezës është edhe mishi i kurbanit, i cili ndahet me të afërmit, miqt dhe familjet në nevojë. Kurban Bajrami përkujton sakrificën e profetit Ibrahim, i cili ishte i gatshëm të flijonte të birin në shenjbindjeje ndaj Zotit. Për besimtarët musliman, kjo ditë mbetet simboli i besimit, sakrificës dhe solidaritetit njerëzor.
Në Kosovë, falja e Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë. Kjo festë e gjen Kosovën mes një krize politike prej më shumë se një viti. Ndaj Miftiu Naim Tërnava bëri thirrje për stabilitet politik, duke vënë në krye të ardhmen e qytetarëve të Kosovës. Kurban Bajrami është festuar edhe në Kosovë. Manifestimi qendror është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë. Namazi u fal në orën 5:40 minuta, ku mira besimtarë u bën bashk në lutje për paqe dhe mirësi në çdo familje. Thirrjet për unitet, dashuri e solidaritet ishin në qendër edhe të mesazhit të Muftiut të Kosovës Naim Tërnava. Përpara besimtarëve, Tërnava theksoi se Kosova ka nevojë për stabilitet ekonomik, politik, institucione funksionale dhe përgjegjësi shtetërore, ndërsa kritikoi përplasjet politike dhe interesat e ngushta partijake. Ai tha se qytetarët janë të lodhur nga konfliktet e vazhdueshme politike dhe zgjedhjet e njëpasnjëshme, të cilat sipas tij kanë krijuar pasiguri për të ardhmen. Mbajtja e zgjedhjeve të njëpasnjëshme, mungesa e unitetit institucional dhe polarizimit politik nuk i shërbejnë Kosovës për të dobësojnë besimin qytetar dhe zbejnë shpresën e prezit të ri. Nuk mund të ketë interes më të madh se interesi advert. Nuk mund të ketë ambicie personale apo partijake mbi fatin e Kosovës. Ai bëri thirrje që fushata për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahet më 7 qershor të zhvillohet me maturi dhe dinjitet, duke u bazuar në ide dhe vizion, ndërsa ftoi dhe qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar lirshëm. I pari që i shkoi në vizitë Muftiu të Kosovës Naim Tërnava në pritjen e organizuar në komunitetin musliman me rastin e festës së Kurban Bajramit, ishte i peshkvi i Kosovës Dod Gjergji. Në komunitetin musliman të Kosovës parakaluan edhe disa prej figurave kryesore politike në vend. Shqipëria vijon të tërheq vëmendjen e medjave ndërkombëtare për mundësitë turistike që ofron. Travel Tour and World shkruan se Shqipëria po hyn në hartën e turizmit si një nga destinacionet më dinamike në Evropë, ndërsa gjatë kësaj vere pritet rekord i turistëve të huaj. Shqipëria po hyn në një fazë të re të zhvillimit turistik duke u pozicionuar gjithnjë më fort si një nga destinacionet më dinamike në Evropë. Platforma ndërkombëtare e turizmit Travel Tour World shkruan se pas një rekordi prej mbi 12 milion vizitorësh ndërkombëtar, vendi po përgatitet për një tjetër sezon me rritje të lartë të fluksit turistik, të mbështetur si nga atraksionet natyrore dhe kulturore, ashtu edhe nga inovacioni digjital që po transformon përvojën e udhëtimit. Një shtysë e rëndësishme për rritjen e fluksit turistik duket se është përmirësimi i lidhjeve ajrore, zgjerimi i infrastrukturës së hotelerisë dhe përpjekjet në rritje të marketingut ndërkombëtar, të cilat e kanë pozicionuar Shqipërinë si një alternativë konkurruese ndaj destinacioneve më të njohura evropiane. Ekspertët e turizmit kanë vënë dukje se përballueshmëria ekonomike e Shqipërisë, diversiteti panoramik dhe aksesueshmëria kanë kontribuar ndjeshëm në rritjen e popularitetit të saj mes vizitorëve nga Evropa dhe më gjerë. Sipas Travel Tour World, Shqipëria ofron kosto udhëtimi dukshëm më të ulta se vendet e tjera europiane. Riviera shqiptare mbetet një ndër destinacionet më të njohura që po nxit bumin turistik të Shqipërisë. Rekomandohen që të vizitohen Saranda, Ksamili, Dërmiu e Himara, të cilat kanë fituar popularitet për ujërat bruz të turistët ndërkombëtar. Po ashtu qytetet pjesë e UNESCO-s si Gjirokastra e Berati janë mundësi për të eksploruar nga ata vizitorë që janë të apasionuar pas historisë dhe arkitekturës. Por përtej turizmit bregdetare dhe Alpet shqiptare kanë vazhduar të tërheqin vëmendjen ndërkombëtare si një destinacion kryesor për turizmin aventurës, hiking dhe përvojat e ekoturizmit, ndërsa Shqipëria përgatitet për një tjetër sezon turistik rekord. Kombinimi i atraksioneve natyrore, i trashëgimisë kulturore dhe inovacionit e ka pozicionuar vendin si një nga destinacionet turistike më dinamike në Evropë. ABC.al është faqja jonë e internetit ku ju mund të informoni me lajmet më të fundit, gjithashtu mund të na ndiqni edhe në Radio ABC 105 FM. Bashkë mirupafshim nesër në orën 19.